Çdo ditë na jemi konë tu prit çka po ndodh. Na ka përqafu të dëve, mirë po unë veç e kam kthy kokën mbrapa, pasi që ndodhi lindja, sepse ndodhi lindja para kohe, të nesërmën kanë ardhur gjithë ekipi përgjegjës për me na pyet dhe me na konsultu që ne para po ju konfirmojmë defektet në organe, sepse Beni ka pas 2 defekte në zemër edhe ka pas një defekt shumë të madh në zonën 12 gishtore. Kështu që pas asaj na u tha që na duhet ta bëjmë edhe një analizë shtesë se fëmiu po dyshohet që është në sindromin Down. M'ju thonë të drejtën, në ato momente nuk është që kom mujt shumë me reflektu. Vetëm në gjatë që e kom thonë se unë e kom pas një vizit shumë herët në mëngjes, në ora 2 natës sa kom lind e kom pa Benin, edhe kur e kom pa mes krejt bebeve tjera, më ka duk shumë i lezetshëm. Edhe mbaj mend që i kom thonë bashkëshortit, pas ka këtu bebe shumë të bukra, po djali jam shumë i lezetshëm. Në momentin që mu tha që duhet me bo qatë analizë, nuk e di pse fytyra e Benit mu ndroj. Do me thonë, brenda meje nuk mu duk që është qaj fëmiu që e pash. Edhe gjatë gjithë kohës i kam thonë prindërve edhe bashkëshortit që unë e di që rezultati ka më ardhur që Beni ka me qenë me sindromin Down. E me plot emocione, Gresa tregon momentin e vështirë kur e kuptuan që Beni nuk ishte njëjtë si të gjithë fëmijët e tjerë. Beni ka pas aq shumë probleme shëndetësore, çdo ditë na jemi konë tu prit çka po ndodh. Apo shpëton Beni, apo nuk po shpëton Beni. Domethënë, krejt fokusin e kemi pas aty. Mirë po, nga vizitat të shpeshta që i kemi pas, ko paskoj i kemi pyet motrat, apo ju duket që është me Down syndrom, apo ju ngjason që është me Down syndrom. Edhe shumica prej tyne na kanë thonë që nuk është, fizikisht nuk po vrem diçka. Pastaj kur ka ardhur lajmi, doktori përgjegjës që ka qenë kirurgu, e mbaj mend që ka pas hyrë me një zarf mrenda dhomës, me një zarf të bardhë, edhe nuk ka pas forcë kështu direkt me na thonë, veç ka thonë rezultati ka ardhur dhe është ndalë për një moment. Unë edhe bashkëshorti jemi ngritëm në kamë dhe i kemi thonë, çka është, a është apo nuk është me Down syndrom, edhe e di që veç ka pas thonë, është me Down syndrom. Na ka përqafu të dëve, mirë po unë veç e kom kthy kokën mbrapa, e kom pa bashkëshorti jam ka qajt shumë, edhe ka qenë shumë emocionum. Unë se kom pa vetën, se nuk e kom menu, më ka duk që ai po përjeton diçka shumë rënd. Edhe unë veç e kom kthy kokën ka ai, e kom përqafu, edhe i kom thonë s'ka rëndësi, ky është fëmiu ynë. Se unë i kom dashur fëmijët shumë. Do me thonë, jam prej atyne vajzave të reja që edhe pse s'kom qenë nën, kudo që ka pas fëmijë për rreth, kanë ardhur me lujt me mu, unë jam kthymi përqafu, kështu që kom pas fillu me besu që ndoshta Zoti ka sfidu, sepse ka dashur me pa me të vërtetë ai kom dashur fëmijët me zemër. Ashtu qysh janë. Edhe krejt këto e kom ngulit në kokën time, edhe kom thonë, unë e kom ja dalë, madje ka pas çdo ditë, nuk e di pse, në dritare na kanë ardhur plumba të bardhë. Edhe pa ta fillu me besu që qaj plumbi i bardhë, që ata gjithë plumba që po vinë, kanë një mesazh për neve, edhe ashtu e kom të i kalu. Do shta dikujt mundet m'ju duk çmenduri, po unë kështu e kom gjetë forcën, motivin, tu besu në disa gjana të vogla që mu ma kanë kriju një bindje dhe përmes asaj unë e kom arrit me pa vetëm drejtimin çka duhet me pa edhe me vepru që Beni me qenë mirë. Spitali që u bë shtëpia e tyre për 22 ditë nuk ishte vetëm një vend ku kaluan kohë, por një hapësirë ku ata mësuan të luftonin për dashurinë dhe për fëmijën e tyre. Mrena 24 ore mu ka ndru komplet jeta. Normal që kom qenë gatshme në kuptimin mu bo non gjithsesi,
Mirë po menu që përjetimi jemi parë me Benin ka me qenë si përjetimi çdo nane, me pas fëmijën afër, me qëndru afër kur lind, me kuptu lajmin që jom bo nane, fëmiju shëndosh edhe ndaj prindërve, vëllezërve, motrave, kështu që krejt kjo është kthy në një diçka tjetër. Kushdo që ka, na ka pa që ka një shqetësim mrapa edhe shoqëria dhe gjithëve që ju kemi tregu, i kemi thonë unë kam lind, unë e mirë jam, po fëmiu nuk është mirë. Edhe ma ndej me njerë kam fillu edhe shoqet e mija të ngushta, edhe familjar, në armin a vizitu, sepse kemi kalu 22 ditë në spital të shtetit, do me thonë nuk ka qenë qëndrim i shkurtër.